Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përcaktuar renditjen e subjekteve zgjedhore në fletën e votimit për zgjedhjet e 11 majit. Partia Demokratike, Koalicioni për Shqipërinë Madhështore do të mbajë numrin 1 në fletën e votimit, ndërsa Partia Socialiste do të jetë 5. I dyti në renditje do të jetë Partia Mundësia Agron Shehaj, ndërkohë që vendi i tretë me shorti Ra Lëvizjes për atë dheun, sipas shortit që u holl numrin e 4 e mban Partia Lulzim Bashës, Koalicioni Euroatlantik, ndërsa në fund është renditur Partia Socialdemokrate e Tom Doshit. Në bazë të shortit, renditja zyrtare është kjo: PD Koalicioni për Shqipërinë Madhështore numri 1, Lëvizja Bashk numri 2, Lëvizja Dheun numër 3, Koalicioni Euroatlantik numër 4, Partia Socialiste numër 5, Nisma Shqipëria Bot numër 6, Partia Aleanca Shqiptare numër 7, Aleanca Demokracia Re numër 8, Koalicioni Djathtas për Zhvillim numër 9, Partia Mundësia numër 10 dhe Partia Socialdemokrate numër 11. Kjo do të jetë renditja përfundimtare e subjekteve zgjedhore në fletën e votimit. Ndërkohë, për përfaqësuesit e partive dhe subjekteve zgjedhore që janë prezent, marrë njoftimi që ditën e nesme do të shqyrtojmë edhe përmbajtjen e fletës votimit për të 12 qarqet, sepse besojmë kështu ndihmon edhe ju për ta patur përmbajtjen e fletës votimit në dispozicion kohë përpara fillimit të fushatës.